Në brigjet e liçenit të Komos, në veri të Italisë, ekzistojnë vende ku pasuria dhe bukuria duken sikur kanë qenë gjithmonë pjesë të njëjtit peizazh. Malet ngrihen mbi ujë, vilat e mëdha shtrihen në shpatet e gjelbra dhe rrugicat e ngushta zbresin drejt liçenit. Por historia që do të tregojmë nuk ndodhi në ndonjë nga vilat e famshme që vizitorët fotografojnë nga varkat. Ndodhi në një vilë që nuk shfaqej në asnjë broshur turistike. Një vilë që kishte qenë shtëpi familjare, simbol pushteti dhe për një burr të vetmuar, një lloj burgu të artë. Quhej Villa Belladonna. Pronari i saj ishte një nga njerëzit më të pasur të Evropës. Emri i tij ishte Alessandro Vittori. Për më shumë se 30 vjet, Alessandro Vittori kishte qenë njeriu që të tjerët e quanin vizionar. Ai kishte ndërtuar një kompani teknologjie nga asgjëja. Në moshën 29 vjeç kishte themeluar një firmë të vogël në Milano. Në një zyrë aq të ngushtë sa 3 punonjës mezi lëviznin në të njëjtën kohë. 20 vjet më vonë, kompania kishte zyra në Londër, New York, Tokyo, Dubai dhe Singapur. Në moshën 59 vjeç, Alessandro Vittori ishte bërë miliarder. Njerëzit e intervistonin. Gazetarët e quanin gjeni. Investitorët e quanin të pamëshirshëm. Politikanët kërkonin të fotografoheshin me të. Bankierët i hapnin dyert para se ai të kërkonte të hynte. Dhe njerëzit e zakonshëm shihnin fotot e tij në revista dhe mendonin se ai kishte gjithçka. Por askush nuk e dinte se në ditët e fundit të jetës së tij, Alessandro Vittori do të kishte vetëm një vizitor, një djalë 3 vjeçar. Dhe ai djalë nuk ishte familjar, nuk ishte trashëgimtar, nuk ishte fëmijë i ndonjë politikani. Ishte djali i një gruaje që pastronte dyshemete e vilës. Emri i saj ishte Elena Moretti. Elena kishte ardhur në Villa Belladonna 6 vjet më parë. Ajo ishte 32 vjeçe, e qetë, e përpikt dhe pothuajse e padukshme. Kjo ishte mënyra se si njerëzit si Alessandro ishin mësuar të shihnin njerëzit që punonin për ta. Ata hynin në përdyera nësore, linin dhoma të pastra, mbushnin frigoriferët, rregullonin shtretërit, largonin gotat e përdorura, dhe pastaj zhdukeshin. Elena nuk ankohej kurrë. Punonte nga mëngjesi deri pas dite dhe kur kishte nevojë qëndronte edhe më gjatë. Vite më parë kishte humbur bashkëshortin në një aksident automobilistik, që prej asaj dite ajo kishte rritur vetëm djalin e saj, Matteon. Matteo ishte 3 vjeç. Një fëmijë i vogël me flokë të zinj, sy të mëdhenj ngjyrë lajthie dhe një mënyrë të çuditshme për t'i parë njerëzit drejtë në sy. Ai nuk kishte frikë nga të pasurit. Nuk dinte çfarë ishte një miliarder. Nuk e dinte çfarë ishte një aksion. Nuk dinte as çfarë vlere kishte një vilë me 10 dhoma. Për të, njerëzit ishin thjesht njerëz. Dhe kjo ishte pikërisht ajo që Alessandro Vittori kishte harruar. Në fillim të vjeshtës, gjendja e Alessandros u përkeqësua. Ai kishte qenë i sëmur prej muajsh. Askush në kompani nuk fliste hapur për këtë. Në gazetat financiare thuhej se ai po merrte një pushim të gjatë. Në kompaninë e tij thuhej se ai po punonte nga shtëpia, por e vërteta ishte ndryshe. Alessandro nuk mund të punonte më. Mjekët i kishin thënë se sëmundja ishte përhapur dhe se trajtimet e fundit nuk po jepnin rezultatet që shpresonin. Ai kishte para për të blerë pothuajse çdo gjë. Mund të merrte mjekët më të mirë. Mund të fluturonte me avion privat në çdo spital. Mund të paguante ekipe të tëra specialistësh. Por kishte një gjë që parat nuk mund ta blinin. Kohë. Dhe Alessandro kishte filluar ta kuptonte këtë. Në muajt e fundit, njerëzit rreth tij kishin ndryshuar. Disa miq nuk telefononin më, disa partner biznesi e kishin deleguar komunikimin te asistentët. Disa të afërm që dikur vinin çdo verë në vilë nuk kishin ardhur fare. Por më e dhimbshmja ishte familja. Alessandro kishte një djalë, Lorenzo Vittori, 35 vjeç. I zgjuar, elegant dhe i pamëshirshëm. Lorenzo jetonte në Londër. Ai drejtonte një pjesë të kompanisë, por marrëdhënia me të atin ishte e ftohtë prej vitesh. Ata nuk ishin grindur vetëm një herë. Kishin kaluar një dekadë duke u larguar ngadalë nga njëri tjetri. Kur Alessandro kishte telefonuar dhe i kishte thënë, doktorët nuk janë optimist. Lorenzo kishte heshtur për disa sekonda. Pastaj kishte pyetur, sa kohë? Pak. Lorenzo kishte marrë frymë thellë. Do të vi, por nuk kishte ardhur. Jo atë ditë, as të nesërmen, as javën pasuese. Gjithmonë kishte një arsye, një mbledhje, një kontratë.
një fluturim, një problem në kompani. Dhe Alessandro, edhe pse e kuptonte shumë mirë se çfarë po ndodhte, nuk e detyroi. Ndoshta sepse krenaria e tij nuk e lejonte. Ndoshta sepse kishte frikë të dëgjonte të birin duke i thënë se nuk kishte ardhur për të. Një mëngjes me shi, Elena mbërriti në vilë më herët se zakonisht. Matteo ishte me të. Kjo nuk ishte diçka që ndodhte zakonisht, por kopshti i fëmijëve ku e linte atë ishte mbyllur për shkak të një problemi teknik. Elena nuk kishte askën tjetër. Ajo i telefonoi përgjegjëses së vilës. Do ta sjell vetëm për disa orë. Do të qëndroj me të gjatë gjithë kohës. Gruaja pranoi. Vetëm mos e lini të endet në pjesën e sipërme të vilës. Sigurisht. Elena hyri me Matteo nga dera e shërbimit. Djali mbante një makinë të vogël lodër në dorë. Një makinë e kuqe. Ishte lodra e tij e preferuar. A mund të shkoj në kopsht? Pyeti ai. Jo sot, zemër. Pse? Sepse është mbyllur. Po ku do të jesh ti? Do të punoj. Edhe unë. Ti do të rish me mamin. Matteo bëri një fytyrë të mërzitur. Elena buzëqeshi. Do të jap ngjyrat. Djali u gëzua me njëherë. Ajo e vendosi në një dhomë të vogël pranë kuzhinës, ku kishte një tavolinë dhe disa letra. Ri këtu. Mos dil pa më thirrur. Po. Elena filloi punën. Nuk e dinte se atë ditë gjithçka do të ndryshonte. Në katin e dytë të vilës, Alessandro Vittori ishte zgjuar. Ishte ora 10:27. Dhoma ishte e madhe. Shumë e madhe për një njeri të vetëm. Kishte një krevat të gjerë, perde të rënda dhe një dritare që shikonte nga liçeni. Alessandro e kishte dashur dikur atë pamje. Tani e shihte si diçka të largët. Mbi komodin ishte një fotografi. Ai dhe gruaja e tij, Sofia. Sofia kishte vdekur 8 vjet më parë. Në fotografi ishte duke qeshur, Alessandro e shikoi gjatë. Pastaj uli syt. Do të doja të ishe këtu, pëshpëriti. Nuk mori përgjigje. Sigurisht, ai mbylli syt. Dhe për herë të parë pas shumë vitesh, Alessandro u ndje vërtet i friksuar. Jo nga vdekja, nga vetmia, sepse vdekja ishte diçka që nuk mund ta shmangte, por vetmia ishte diçka që kishte zgjedhur vetë. Rreth mesditës, Elena po pastronte korridorin pranë bibliotekës. Matteo kishte mbaruar vizatimin. Ai doli ngadalë nga dhoma. Mami, Elena u kthye. Çfarë ka? Ka muri. Po të bëj diçka. Jo, unë dua të shoh shtëpinë. Elena qeshi. Jo, Matteo. Pse? Sepse është shtëpi private. Po ne punojmë këtu. Po. Atëherë pse nuk mund ta shoh? Sepse duhet të rish me mamin. Matteo ul në dysheme. Pastaj pa shkallët. Dhe në atë moment dëgjoi një tingull. Një koll. E fortë. Nga kati i sipërm, Matteo ngriti kokën. Çfarë ishte? Asgjë. Kush ishte? Nuk ka rëndësi, por fëmia tashmë po shikonte shkallët. Ai dëgjoi përsëri, këtë herë më qartë, një koll e gjatë, pastaj heshtje. Mami, dikush po qan. Elena ndaloi. Ajo e dinte. Ishte Alessandro. Jo. Po qan. Jo. Matteo u ngrit. Do shkoj ta shoh. Jo. Elena e kapi për dore. Por Matteo, në mënyrën tipike të një fëmije 3 vjeçar, nuk e kuptonte pse një njeri që kollitej duhet të lihej vetëm. Ai u shkëput, vrapoi drejt shkallëve. Elena e ndoqi. Matteo, por ai kishte ngjitur tashmë disa shkallë. Alessandro ishte duke parë nga dritarja kur dëgjoi zhurmën. Hapa të vegjël, një fëmijë. Ai u kthye. Dera u hap, dhe në dhomë hyri një djali i vogël. Alessandro e pa. Matteo ndaloi. Të dy shikuan njëri tjetrin. Asnjëri nuk foli. Alessandro ishte i hutuar. Çfarë bën këtu? Matteo nuk u përgjigj. Ai pa tubat, ilaçet dhe shishën e ujit. Pastaj pa fytyrën e burrit. Je sëmur. Alessandro u befasua. Njerëzit zakonisht nuk i flisnin kështu. Sidomos jo fëmijët. Po, tha ai. Matteo u afrua. Shumë. Alessandro buzëqeshi lehtë. Pak. Fëmia e pa. Pastaj tundi kokën. Ti po gënjen. Alessandro u habit. Si? Kur njerëzit janë pak sëmur, nuk kanë aq shumë ilaçe. Për herë të parë pas shumë javësh, Alessandro qeshi. Një qeshje e vërtet. E shkurtër.
Por e vërtet, në atë moment Elena hyri në dhomë. Fytyra i ishte zbehur. Zoti Vittori, më falni. Matteo, të thash të mos largoheshe. Alessandro ngriti dorën. Është në rregull. Elena uli kokën. Do ta çoj menjëherë. Por Alessandro shikoi fëmijën. Si quhet? Matteo. Matteo çfarë? Matteo u përgjigj vet. Matteo Moretti. Alessandro përsëriti emrin. Moretti. Pastaj pa Elenën. Është djali juaj. Po. Alessandro e pa përsëri Matteon. Sa vjeç je? 3. 3. Po. Unë kam një djalë. Matteo e pa. Sa vjeç është? Alessandro heshti. 35. Matteo mendoi pak. Është shumë i madh. Alessandro qeshi përsëri. Po. Ku është? Këtë herë buzëqeshja e Alessandros u zhduk. Nuk është këtu. Pse? Elena u afrua. Matteo, mjaft. Por Alessandro tha. Sepse është larg. Matteo e pa me seriozitet. Atëherë thirre. Alessandro heshti. Ka njerëz që nuk vinë edhe kur i thëret, tha ai. Matteo nuk e kuptoi plotësisht, por përgjigja e tij ishte e thjeshtë. Atëherë shkoti tek ai. Alessandro e pa gjatë. Pastaj uli syt. Fjalët e një fëmije 3 vjeçar kishin goditur një vend ku askush nuk kishte arritur për vite. Që nga ajo ditë, Matteo filloi të shfaqej her pas here në dhomën e Alessandros. Në fillim Elena kërkonte falje çdo herë. Do ta mbaj larg. Por Alessandro thoshte. Jo. Dhe kështu ndodhi diçka e çuditshme. Një miliarder që kishte kaluar gjithë jetën duke kontrolluar njerëzit, kompanitë dhe situatat, filloi të priste vizitat e një fëmije 3 vjeçar. Matteo nuk i kërkonte asgjë. Nuk dinte kush ishte Alessandro. Nuk e dinte sa para kishte. Nuk i interesonte vila. Ai thjesht vinte. Ndonjëherë sillte makinën e kuqe. Ndonjëherë sillte një vizatim. Një ditë i solli një copë biskote. Është për ty. Alessandro e mori. Faleminderit. Duhet ta hash. Patjetër. Matteo priti. Alessandro hëngri një kafshat. Është e mirë. Është e imja. Atëherë pse ma dhe? Sepse ti nuk e. Alessandro e pa. Në atë moment ju kujtua diçka. Kur ishte i vogël, nëna e tij i kishte thënë. Një njeri i pasur është ai që ka diçka për të dhënë. Ai kishte harruar. Javët kaluan. Gjendja e Alessandros u përkeqësua. Mjeku, doktor Elias Moreau, i cili udhëtonte nga Zvicra për ta vizituar, e kuptoi se fundi po afrohej. Duhet të jeni gati, i tha ai një mbrëmje. Alessandro e dinte. Sa? Moreau heshti. Ditë. Ndoshta disa javë. Alessandro pa liçenin. Mirë. Mjeku ul. A ka dikush që dëshironi të telefononi? Alessandro nuk u përgjigj. Familjen. Jo. Djalin tuaj. Alessandro mbylli syt. Kam telefonuar mjaftueshëm. Po nëse ai nuk e di sa serioze është, atëherë është zgjedhja e tij. Mjeku heshti, por kur doli nga dhoma, e dinte se Alessandro po gënjente. Jo mjekun, vete. Ai donte të birin, por nuk dinte më si ta thoshte. Ndërkohë Elena kishte filluar të shqetësohej. Ajo e kuptonte se lidhja e Matteos me Alessandron ishte bërë veçantë. Një ditë ajo i tha, Matteo, duhet të jesh i sjellshëm me zotin Vittori. Jam, por mos e shqetëso. Nuk e shqetësoj. Ka nevojë për pushim. Unë i tregoj histori. Çfarë historish? Historia të makinës. Elena buzëqeshi. Mirë, por ajo nuk e dinte se historitë e Matteos ishin bërë gjëja e vetme që e bënte Alessandron të harronte sëmundjen. Një pasdite, Matteo hyri me një vizatim. Në të kishte vizatuar 3 njerëz. Një burr, një grua dhe një fëmijë. Alessandro e mori. Çfarë është kjo? Familje. Familja jote. Po. Alessandro pa figurat. Ku jam unë? Matteo tregoi burrin. Ky je ti. Unë. Po. Po pse jam me ju? Matteo ngriti supet. Sepse je vetëm. Alessandro nuk foli. Fëmia vazhdoi. Nuk duhet të jesh vetëm. Ato fjale bën të kthehej nga dritarja. Ai nuk donte që Matteo ta shihte duke qarë, por fëmia e pa gjithsesi. Po qanë? Jo. Po. Alessandro fshiu syt. Pak. Matteo ju afrua.
Kur unë qaj, mami më përqafon. Alessandro heshti. Matteo i zgjati krahët. Alessandro nuk e dinte çfarë të bënte. Pastaj ngadalë e përqafoi. Ishte një përqafim i vogël, por për Alessandro Vittorin ishte ndoshta përqafimi më i rëndësishëm i jetës së tij. Atë natë Alessandro thiri avokatin e tij. Gabriel. Po. Ndrysho testamentin. Avokati u befasua. Çfarë doni të ndryshoni? Shumë gjëra. Zoti Vittori. Jo nesër. Sonte. Sigurisht. Alessandro heshti. Pastaj tha. Dhe dua një fond. Për çfarë? Për fëmijët që rriten pa një prind. Avokati nuk foli. Sa? 50 milion. 50. Po. Është shumë. Alessandro buzëqeshi. Për mua nuk është. Pastaj shtoi. Por kjo nuk është e gjitha. Ditët e fundit erdhën më shpejt nga sa mendonte kushdo. Lorenzo më në fund u kthye në Itali, por kur mbërriti në vilë, babai i tij ishte shumë i dobët. Ai hyri në dhomë. Babë. Alessandro hapi syt. Për disa sekonda nuk foli. Pastaj tha. Ke ardhur? Po. Vonë. Lorenzo uli kokën. Po. Heshtje. Pastaj Alessandro tha. Ulu. Lorenzo ul. Ata qëndruan aty për një kohë të gjatë, pa folur. Pastaj Alessandro pyeti. A je i lumtur? Lorenzo u habi. Çfarë? A je i lumtur? Unë. Ai nuk dinte çfarë të përgjigjej. Alessandro buzëqeshi. Edhe unë nuk dija të përgjigjesha në moshën tënde. Pastaj pa nga dritarja. Kam kaluar gjithë jetën duke ndërtuar diçka që nuk mund ta merrja me vete. Lorenzo u prek. Bab. Jo. Më dëgjo. Ai mori frym me vështirësi. Kam menduar se po të lija mjaftueshëm para, do të bëja të lumtur. Lorenzo uli sy. Por nuk funksionoi. Jo. Sepse ti nuk doje para. Lorenzo ngriti kokën. Doja ty. Alessandro mbylli sy. Kjo ishte hera e parë që e dëgjonte të birin ta thoshte. Pas disa sekondash, Alessandro tha. Më fal. Lorenzo filloi të qante. Dhe për herë të parë pas shumë vitesh, babe e biru përqafuan. Por diçka mungonte. Një pjesë e historisë që Lorenzo nuk e dinte. Të nesërmen në mëngjes, Matteo hyri në dhomë. Lorenzo ishte aty. Matteo e pa. Ti e djali i tij. Lorenzo buzëqeshi me lot në sy. Po. Ti je i madh. Lorenzo qeshi. Po, jam. Matteo u afrua. Duhet të rish me të. Lorenzo pa baban. Po. Matteo u ngjit në anë të krevatit. Edhe kur të ik. Lorenzo ngriu. Fjalët e fëmijës ishin të thjeshta. Por ai e kuptoi. Nuk mjaftonte të ishte aty tani. Duhej të qëndronte. Mbrëmjen e fundit shiu pushoi. Liçeni ishte i qetë. Dritat e fshatrave përballë dukeshin si yje mbi ujë. Alessandro ishte shumë i dobët. Lorenzo ishte pranë tij. Elena qëndronte në korridor me Matteon. Alessandro kërkoi. Elena. Ajo hyri. Po. Afrohu. Ajo u afrua. Kam diçka për ju. Elena u shqetësua. Zoti Vittori, nuk dua. Ende nuk e di çfarë është. Ai buzëqeshi. Po ju jap shtëpinë. Elena mbeti pa fjalë. Çfarë? Villa Belladonna. Jo. Po. Unë nuk mund ta pranoj. Do ta pranosh. Por. Elena, unë kam pasur shumë shtëpi. Ai pa nga dritarja. Por kjo është e vetmja ku kam filluar të ndihem përsëri njeri. Elena filloi të qante. Unë nuk bëra asgjë. Gabim. Alessandro pa Matteo. Ju më dhat diçka që askush tjetër nuk ma dha. Çfarë? Një arsye për të mos e urryer ditën e nesërme. Alessandro vdiq atë natë. Pa kamera, pa gazetar, pa biznesmen, pa turm, vetëm me djalin pranë tij. Lorenzo mbajti dorën e të atit. Elena qëndroi pranë derës. Dhe Matteo, i ulur në një karrige të vogël, mbante makinën e tij të kuqe në duar. Kur frymëmarrja e Alessandros u ndal, Lorenzo uli kokën. Ai qau. Elena qau. Matteo u ngrit. U afrua te krevati. E vendosi makinën e kuqe mbi komodin. Dhe tha. Që të mos jetë vetëm. 3 muaj më vonë, gazeta italiane publikuan lajmin që tronditi botën financiare.
Alessandro Vittori kishte lënë pjesën më të madhe të pasurisë së tij në fondacione. Kompania ju la pjesërisht Lorenzos, por kishte një surprizë tjetër. Villa Belladonna i ishte lënë Elena Moretti dhe djalit të saj. Njerëzit nuk e kuptonin. Gazetarët shkruanin histori. Disa menduan se Elena kishte qenë dashura e fshehtë e Alessandros. Të tjerë menduan se kishte ndodhur ndonjë marrëveshje. Por Lorenzo doli publikisht. Babai im nuk ja dha vilën një shërbyeseje, tha ai. Babai im ja dha një familjeje që i tregoi se si të jetonte ditët e fundit. Fjalët u përhapën në të gjithë Evropën. Por Lorenzo nuk ndaloi aty. Ai themeloi fondacionin Vittori Moretti. Fondacioni financonte kopshte fëmijësh, strehim për nëna beqare dhe programe arsimimi për fëmijë që kishin humbur prindërit. 50 milionë që Alessandro kishte lënë më një u bën vetëm fillimi. 5 vjet më vonë, Villa Belladonna ishte ndryshe. Nuk ishte më një shtëpi e heshtur. Në kopsht kishte fëmijë. Në sallat e vjetra zhvilloheshin aktivitete. Një pjesë e vilës ishte kthyer në qendër edukimi. Elena jetonte ende aty, por ajo nuk e quante veten pronare. Jam kujdestare, thoshte. Matteo ishte 8 vjeç. Ai ende kishte makinën e kuqe. E mbante në një kuti druri në dhomën e tij. Në mur kishte një fotografi. Alessandro Vittori, ulur pranë liçenit. Në anën tjetër një Matteo i vogël. Një ditë Lorenzo erdhi për vizitë. Matteo e priti në obor. Si je? Mirë. Si po shkon kompania? Mirë. Po babai. Lorenzo heshti. Ai ende nuk ishte mësuar me pyetjen. Do të doja të ishte këtu. Matteo e pa. Edhe unë. Pastaj buzëqeshi. Por ai nuk është vetëm. Lorenzo u prek. Çfarë do të thuash? Matteo tregoi drejt vilës. Ka shumë njerëz këtu. Lorenzo buzëqeshi. Po. 10 vjet më vonë, Matteo ishte 18 vjeç. Ai kishte studiuar në Milano. Kishte marrë nota të shkëlqyera. Por gjëja që e kishte ndryshuar më shumë ishte historia e një njeriu që e kishte njohur kur ishte vetëm 3 vjeç. Në ceremoninë e përvjetorit të fondacionit, Matteo doli para qindra njerëzve. Në rreshtin e parë ishte Elena. Pranë saj ishte Lorenzo. Në mur pas tyre ishte fotografia e Alessandros. Matteo mori mikrofonin. Kur isha 3 vjeç, tha ai, nuk dija çfarë ishte miliarder. Disa njerëz buzëqeshën. Nuk dija çfarë ishte kompani. Nuk dija çfarë ishte trashëgimi. Nuk dija çfarë ishte pasuri. Ai pa fotografin. Unë dija vetëm një gjë. Heshti. Një njeri që është i trishtuar nuk duhet të lihet vetëm. Salla u bë krejtësisht e heshtur. Unë hyra në një dhomë sepse dëgjova një burr që kollitej. Ai ishte njeriu më i pasur që kisha parë ndonjëherë. Por në atë moment nuk dukej i pasur. Matteo buzëqeshi. Dukej si një njeri që kishte nevojë për dikë. Ai vazhdoi. Babai im i vërtet vdiq kur isha shumë i vogël, por Alessandro më mësoi diçka që nuk e harrova kurrë. Ai pa Lorenzo. Familja nuk është gjithmonë ajo që të lidh me gjak. Pastaj pa nënën. Ndonjëherë familja është personi që hyn në dhomën tënde kur askush tjetër nuk hyn. Elena filloi të qante. Matteo vazhdoi. Alessandro kishte miliarda, por në fund gjëja më e vlefshme që la pas nuk ishin parat. Ai tregoi drejt fëmijëve që ishin ulur në sallë. Ishin këta. Pas ceremonisë, Matteo doli në kopsht. Ishte mbrëmje. Liçeni ishte i qetë. Ai ul në të njëjtin stol ku Alessandro kishte kaluar shumë orë. Nxori makinën e kuqe nga xhepi. E vendosi mbi tavolinë. Pasti dëgjoi hapa. Ishte Lorenzo. Ende e mban. Po. Është e vjetër. Është rëndësishme. Lorenzo ul. Babai do të ishte krenar. Matteo heshti. Ti mendon se ai e dinte. Çfarë? Që unë do ta mbaja mend. Lorenzo buzëqeshi. Po. Si? Sepse ai e kuptoi para se të vdiste se njerëzit nuk mbahen mend për atë që kanë. Matteo e pa. Po për çfarë? Se si kanë bërë të tjerët të ndihen. Të dy qëndruan në heshtje. Pastaj Matteo mori makinën. Do ta vendos përsëri brenda. Ku? Në dhomën e tij. Ata hynë në vilë. Në korridorin e gjatë, drita e mbrëmjes binte mbi fotografitë e vjetra. Matteo ndal para fotografisë së Alessandros. Për një çast, ju duk sikur burri në fotografi po buzëqeshte.
jo si miliarder, jo si pronar kompanie, jo si njeri i fuqishëm, por si një njeri që më në fund kishte gjetur atë që kishte kërkuar gjithë jetën. Dik që të hynte në dhomë, dik që të mos pyeste sa para kishte, dik që thjesht të thoshte, ti nuk duhet të jesh vetëm. Vitet kaluan, fondacioni u zgjerua, u hapën qendra në Itali, Francë, Zvicër dhe më pas në vende të tjera. Historia e Alessandros dhe Matteos u tregua në libra dhe dokumentar, por Elena gjithmonë refuzonte intervistat. Kur një gazetar e pyeti, çfarë mendoni se ndodhi atë ditë? Ajo u përgjigj, asgjë e jashtëzakonshme. Gazetari u habi, asgjë. Elena buzëqeshi. Një fëmijë dëgjoi një njeri që kishte nevojë për dik. Por ai ishte miliarder. Po. Dhe ju ishit shërbyese. Po. Si mund të ndryshoj jetën e një miliarderi një fëmijë 3 vjeçar? Elena mendoi pak, sepse fëmijët nuk shohin pasurinë. Çfarë shohin? Njerëzit. Dhe ndoshta kjo ishte e gjithë historia. Një burr që kishte kaluar dekada duke grumbulluar pasuri, pushtet dhe famë. Një grua që punonte për të mbajtur fëmijën e saj. Një djalë i vogël që nuk dinte asgjë për botën e të rriturve. 3 njerëz që, në rrethana normale, nuk do të duhej të takoheshin kurrë. Por jeta nuk pyet gjithmonë se kush duhet të takojë kë. Ndonjëherë një derë hapet, një fëmijë hyn, një burr që po vdes ngre syt. Dhe për një moment pasuria, pushteti dhe emri zhduken. Mbeten vetëm 2 njerëz. Njëri i vogël, tjetri në fund të jetës. Dhe një bisede e thjesht. Je sëmur? Po. Shumë. Po. Atëherë thirre djalin tënd. Po sikur të mos vijë. Atëherë shkoti tek ai. Ndoshta Alessandro nuk mundi të shkonte askund, por fjalët e Matteos se bën të mundur diçka tjetër. E bën atë të kuptonte se kishte ende kohë për të rregulluar disa gjëra. Të kërkonte falje, të falte, të jepte, të donte. Dhe mbi të gjitha të mos vdiste siç kishte jetuar. I vetëm. Shumë vite më vonë, kur Matteo ishte bërë një burr i rritur, ai vizitoi edhe një herë dhomën ku Alessandro kishte kaluar ditët e fundit. Dhoma ishte ruajtur pothuajse njësoj. Dritarja, karrigia, komodina, fotografia. Ai u afrua te dritarja. Liçeni ishte ende aty. Malet ishin ende aty. Vilat ende ndriçonin në mbrëmje. Bota kishte ndryshuar. Por pami ajo. Matteo nxori makinën e kuqe. E vendosi mbi komodin. Pastaj buzëqeshi. Ja ku jam, tha me zë të ulët. Siç të premtova. Nuk kishte askush në dhomë. Por këtë herë heshtja nuk dukej e dhimbshme. Dukej paqësore. Sepse Alessandro nuk kishte mbetur vetëm. Kishte lënë pas një fondacion. Një familje. Një djalë që e kishte dashur. Një djalë tjetër që e kishte falur. Dhe një kujtim që kishte kaluar nga një fëmijë te një brez i tërë. Njerëzit shpesh mendojnë se trashëgimia matet me para. Me ndërtesa. Me kompani. Me aksione. Me emra të shkruar në gur. Por ndonjëherë trashëgimia më e madhe e një njeriu është një ndryshim i vogël në jetën e dikujt tjetër. Alessandro Vittori kishte pasur miliarda, por në fund ajo që ndryshoi gjithçka ishte një fëmijë që hyri në një dhomë pa trokitur, dhe një burr që vendosi të mos e largonte. Sepse atë ditë një fëmijë shpëtoi një njeri nga vetmia. Dhe ai njeri, para se të largohej nga kjo botë, u sigurua që mijëra fëmijë të tjerë të mos ndiheshin kurrë të vetëm. Kjo ishte pasuria e tij e fundit, dhe ndoshta më e madhja,